Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se është Lidhja Demokratike e Kosovës ajo e cila po e pengon formimin e një qeverie të opozitës. Aktualisht pozicioni i LDK-s është bllokues, nuk e mundson krijimin e qeverisë së opozitës, është shprehur Haradinaj. E lidhur me këtë, analisti Gani Qari thotë se është për të çuditur qasja e Haradinajt karshi LDK-s dhe zhvillimeve politike në Kosovë pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Në fakt, unë personalisht nuk e kuptoj në asnjë mënyrë se nga kush e pas ka marrë Ramush Haradinaj mandatin me vetëm 3-4 deputet që ta formoj qeverinë, ose ky me vetëm 3-4 deputet partive të cilat kanë më se 3 herë më shumë vende në kuvend si LDK, tu diktoj se me kanë duhet të hyjë në koalicion qeveritar, para se lëvizjave të vendosje, si partia me numrin më të madh të votave të filtuara, nuk ka deklaruar se ka hequr dorë nga formimi i qeverisë dhe PDK-ja si partia e dyta si ka ardhur në radhë ta provojë dhe ajo mundësinë e formimit të qeverisë. Madje akti i Haradinajt habit edhe më tepër kur dihet se sa i takon formimit të qeverisë. Ramush Haradinaj është vrima e fundit e kavallit, të cilin ndoshta as se do e pyes kush fare për formimin e qeverisë, shpreh Qari. Sipas tij, Haradinaj mund të mbetet jashtë parlamentit në zgjedhjet e ardhshme në rast se vendi shkon në zgjedhje të reja, kështu që ai duke qenë i bindur se koha e tij ka kaluar dhe në zgjedhjet e radhës mund të përshëndetet përjetësisht me parlamentin, qeverinë dhe politikën, po përpiqet me mundësitë e tij minore për herë të fundit të shërbejë PDK-s, me shpresën se ajo do ta kundërshpërblej me ndonjë post të lartë edhe kësaj here, nga se në zgjedhjet e radhës ai pritet definitivisht të bjerë nën pragun zgjedhor dhe t'ia lë lëmtumërën jetës parlamentare dhe institucioneve politike të vendit, nënvizon Qari, sipas të cilit Haradinaj është ndërruar në mashtë të PDK-s. Haradinaj është ndërruar në një mashtë të PDK-s dhe është kthyer në personin më tragjikomik në vend, i cili derisa ditën e votimeve dilte e rrente pa fije turpi se kemi fituar në lartësi dyshifrore. Një ditë pas votimeve, shfaqej para kamerave i deprimuar dhe deklaronte se nuk jemi të kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve dhe do të reflektojmë si AAK. Kurse tani, turta nëpërkëmb LDK-n, e cila ka 20 deputeta apo gati 3 herë më shumë se AAK-ja e Haradinajt, bashkë me nismën e Limajt, të cilit Ramushi duhet i falenderohet shumë, se për ndryshe që nga këto votime do të kishte rënë në pragun zgjedhor dhe sot do të ishte duke kënduar me bishtica maleve të Deçanit, o ku je moj zhan, shton Qari. Duke pasur parasysh se pas zgjedhjeve të nënshkurtit LDK është bërë çelësi magjik për formimin e qeverisë së re, si nga partia fituese ashtu edhe në variantin e formimit të qeverisë nga opozita, Haradinaj po vijon si në Jermi ta kritikojë LDK-n me synimin e mbrapsht që PDK-ja dhe AAK-ja ta sakrifikojnë përsëri LDK-n si dikur për t'u plotësuar numrat dhe përmbushur dëshirat. PDK-s ta marrë pozitën e kryeministrit të vendit, kurse AAK-s me vetëm 3-4 deputet që Ramushi të katapultohet në mënyrë automatike si president, post të cilin ai duket se po vazhdon ta ndërrojë me sy hapur, thekson Qari. Mëtej analistë thotë se synimi kryesor i Ramush Haradinajt është posti i presidentit të vendit. Pra sikleti i Ramush Haradinajt që opozita të formojë qeverinë lidhet kryekëput me jetësimin e dëshirës së tij të madhe që me vetëm 3-4 deputet, ai personalisht të katapultohet në pozitën e të parit të shtetit, duke sakrifikuar përsëri LDK-n për t'i plotësuar numrat, por LDK ç'është e vërteta ka sakrifikuar mjaft, madje edhe është i sakrifikuar disa herë, derisa nënçmojmë edhe veten deri në atë shkallë, duke i shërbyer PDK-s, saqë edhe elektorati ja kthyen shpinën edhe në votimet e 2021-shit, pësoi rënien historike duke rëshqitur në vetëm 12% të votave në shkallë vendi, gjë të cilën nuk e kishte pritur as menduar kush. Prandaj është shumë komike dhe habitshme deklarata e Ramushit se gjoja LDK-ja po bllokon një qeveri të opozitës, derisa ky si partia e fundit në listë nuk e ka as mandatin as mundësinë për aq më tepër as të drejtën ligjore që t'i ofrojë LDK-s formimin e qeverisë, dhe vetmja gjë që intereson Ramushit është që LDK-ja të shërbejë përsëri si në kohën e Hashimit të tij Isa Mustafës për t'u plotësuar numrat PDK-s me 24 deputet, e madje edhe Ramush Haradinaj të AAK-s me 3-4 deputet, derisa vetë LDK ka fituar 20 vende në kuvend dhe radha e fjalës i takon shumë më përpara se sa Ramushi, shpjegon Qari. Sipas analistit Qari, në rast se LDK pranon të bëhet pjesë e qeverisë, atëherë duhet të bëhet pjesë e koalicionit me vetëvendosjen. E në anën tjetër, nëse LDK vendos të hyjë në qeveri, ajo më së miri do ishte t'i bashkohej në koalicion lëvizjes vetëvendosje, nga se e ka të sigurt mandatin e plot qeverisës, ku ministrat nga radhët e saj kanë kohë të mjaftueshme ta dëshmojnë veten me rezultate, suksesi të cilëve do të arriste edhe mbështetjen e elektoratit për LDK-n, ndërsa nga partitë opozitare LDK-ja është lënë disa herë në balt, duke prishur koalicionet qeverisës se nga vetë ata që e ftonin LDK-n dhe quar vendin çdo 2 vite në zgjedhjet e reja,
edhe pa pasur shkas dhe arsye bindse për ta prishur koalicionin apo ndërprerë në gjysmë bashkëqeverisjen, përfundon analizën e tij Ganiçari.